Ndërkohë thuhet se Erion Velia e ka kërkuar edhe psikiatër në burg. A është kjo një strategji e tij për të manovruar me drejtësinë, apo ndoshta që mund ta përdorë më vonë në një farë forme për t'ia hedhur drejtësisë në këtë rast? Atëre, ne duhet kuptojmë që zoti Veliaj kërkon psikiatër. Kjo nuk është diçka që e favorizon. Psikiatri kuptohet qartë që është një person i cili do të vlerësoj në rast se ky person ka pas dieni ose ka pas më mirë ekuilibrim në aspektin mendor me veprat penale që ka kryer, ose nuk është i aftë të kuptoj anën procedurale penale që t'i përgjigjet gjykatës, kur gjykata do të se ke emrin, ai thotë komshit nuk e kanë këtu, ose partia nuk ekziston edhe nuk është këtu. Ky rasti këtyre të fortëve, që janë kështu të fortë të mëdhej, kështu këta që ecin me 50 në orë, jo më fal 50, çfarë them, në 300 orë në një rrugicë dhe kur bën aksidenti tamam kapim në një avokat, në një kështu, në ashtu, në një komisariat, pagojnë, bëjmë namin, sepse duhet të dalim, sepse bërëm gabimin edhe nuk na falet, por gabimi u bë, s'ka problem se edhe arrisun sepse kam forcën dhe këto, kur shkojnë në burg, të gjithë i ki sikur kanë dalë në një manastir edhe ishin murgj. Aman të dalin të shpëtojnë se ku durohet këtu, ose kur jashtë bërin ata nami me shkencat, e kupton, edhe kur futen brenda aty, jo vetëm psikiatër, psikolog, sociolog, çfarë të duash ti, problem me apandisitin, problem me këmbët, çfarë do lloj gjëre mund të shpikin, e kupton? Thjesht vetëm këta të fortit të dalin nga kjo, sepse asnjëherë nuk e kishin menduar që ore ka rregulla këture. Ku po shkon ti më, kush je ti më? Çdo gjë ka rregull. Prandaj psikiatri besoj që në rast se do ta merrte para se të përfundonte në burg, ose më mirë duhet ta kishte marrë që në 2015, sepse ai psikiatër do bënte punën më të mirë bashkë me një psikolog. Në çdo moment edhe do t'i ulte këmbët në tokë, se mos t'i kishte në ajër, si gjithsej të kohë ka pas në ajër këmbët, dhe përveç kësaj dhe truri ka qenë mbi ajrin. Pra ka menduar zoti Veliaj se në çdo moment ai ka pas një komunikim me Zotin dhe jo me popullin. Dhe gjithmonë psikologu dhe psikiatri duhen në këto masa, sepse duhet të japi tek personi atë çfarë duhet, çfarë të japi të kuptoj ku ndodhet aktualisht. Sepse zoti Veliaj nuk e kërkon për të shpëtuar, se do duket si quhet ajo zdroms, ne jemi zdroms, ai ishte burri më i mirë, po, pra do duket si një zdroms, a kupton, s'ka kuptim. Një person që thoshte që ne që kemi zdromsa, ky që ka i shëndetshëm, nuk e kuptoj pse do psikologun. Kohët e fundit, kryeministri Edi Rama dhe nga ana tjetër Lulzim Basha kanë nisur një komunikim në distancë midis tyre përmes videove. Ju si e gjykoni këtë sjellje politike? Së pari, zoti Ilir Meta ishte president republike dhe edhe ai ishte serioz, me kostum, strategji, qetësi, me dashuri. Sa i ku zbrit nga karrika, pra këmbët në tokë, i kuptoi në momentin e fundit se i kishte gjithë kohët në ajër, filloi duke u bërë si një djalë i ri i cili do bënte luftë, do të kapte çdo gjë, do ta thynte në mes, do bënte atanë e madhe, duke kopjuar në një farë mënyre Ramën si një njeri i cili është veshur me kostum, jo se ka qenë një person i cili ka qenë që në fillim me kostum. A kupton? Nuk ka qenë që në fillim në pamjen publike. Ka qenë një person i cili me çerapet u njifte ndërkombëtarisht, me pallatet e shkëlqyera, shigjeta, djathtas majtas u njifte ndërkombëtarisht sepse Shqipëria ende nuk ishte zhvilluar në anën urbanistike, dhe tani kemi Lulin i cili e kuptoi që gjithë kësaj kohë nuk dha asnjë një gjë pozitive tek partia që atit janë një njeriu në Shqipëri që i kanë dhuruar çdo gjë të mundshme që të bësh kryeminist qyll, nuk e ka çfrytzuar në ashtu siç duhet ta kishte çfrytzuar. Dhe vjen sot në një situatë
që vjen si një kalama, si një djalë adoleshent, i cili nuk është pjekur, thjesht në momenti kur ka qenë kryetar partie bënte sikur ka qenë i pjekur dhe politikan, dhe vjen sot dhe na bën me Ramën një batut, sepse pikrisht Rama e futi në lojë. Pse e futi Rama në lojë? Sepse nga njëra anë Rama don që të tregoj fytyrën e vërtet përpara demokratëve kush është Lulzim Basha, dhe nga ana tjetër ai do ta përdorë Lulzim Bashën për përfitimet e veta në raport me Sali Berishën, që do thotë në momentin kur nuk i duhet Luli do flas me Sali Berishën, në momenti ku i duhet Lulit do të injoroj Sali Berishën dhe do të merr posaçërisht me Lulin duke e provokuar, që Luli të vendosi përsëri platformën e tij të një personi të papjekur në politikën shqiptare. Kjo çfarë kupton? Kjo kupton qartazi që Edi Rama, Lulzim Basha, Sali Berisha krijojnë një ngjarje të tillë artificiale që vëmendja e qytetarëve të ikin nga partitë e reja politike dhe të merret pikrisht me këta të tre. Pse? Sepse Ilir Meta është në burg dhe nuk ka më prezencë mediatike. Vendin e Ilir Metës e merr Lulzim Basha dhe në ato momente kemi një treshe ku përfshihet momentalisht Lulzim Basha. Por ky është dhe një mesazh i keq ndaj Spakut në rast se nesër dalin rezultate dhe të del që PS-ja dhe PD-ja mund të bëjnë edhe ndryshime kushtetuese bashkarisht për të bërë ndryshimet e Spaku. Por ky mesazh është shumë i qartë dhe për diçka tjetër që akoma nuk e kemi kuptuar, po e them tek ju. Në të njëjtën kohë, një parti tjetër politike në vend, që ka një aktivitet dhe ka deputet në parlament, nuk u shfaqete shumë publikisht kryetari saj, mante një profil normal, nuk donte të ishte kaq shumë publik, por ai ka grup ose më mirë ka deputet në parlament dhe është Partia Socialdemokrate Tom Doshit. Në të njëjtën kohë, kur Edi Rama fton Lulzim Bashën, në të njëjtën kohë Sali Berisha në Shkodër shkon edhe provokon Tom Doshin për të dalë në skenën politike. Në të dyja rastet, si prezenca e Tom Doshit, ashtu edhe prezenca e Lulzim Bashës, japin të secili prej këtyre një avantazh në publik që të jenë në të ardhme një faktor i rëndësishëm në politikbërjen e vendit, sepse nga vakumi politik që u krijua me Ilir Metën dhe me Erion Velin në burg, normalisht në vendin ton, dy personat nuk mund të ishin të vetëm, dhe këta të dy, pikrisht njëri, pra Edi Rama, zgjodhi në mënyrë banale të ftoj Lulzim Bashën në skenën politike, ndërsa nga krau tjetër, Sali Berisha ftoi në mënyrë serioze dhe me betejë politike dhe debat politik Tom Doshit në skenën politike. Pra, të futet në veprime aktive në skenën politike dhe jo të jetë pas politikës, pavarësisht se ka prezencë në parlament.